Me 41 këshilltar prezent në sallë, Këshilli Bashkiak i Fierit votoi për kreun e ri të Këshillit. Teksa më herët, me një mocion shkarkimi, Grupi Socialist i kërkoi Antoneta Çunaj të jepte dorëheqjen. Në këtë mënyrë, zonja Çunaj shmangu votimin për shkarkimin e saj, duke i hapur rrugë procesit për zgjedhjen e kreut të ri të Këshillit. Melsi Bogdani u propozua nga grupi më i madh politik në Këshillin Bashkiak si pasardhës i zonjës Çunaj. Ajo nuk ka pranuar votim të fshehtë, duke kërkuar dorëheqjen e parevokueshme, ndërsa në fjalën e saj ka vlerësuar punën 3 vjeçare të Këshillit, duke theksuar se të gjitha vendimet e marra në drejtimin e saj janë miratuar nga prefekti i Qarkut dhe asnjë prej këtyre vendimeve nuk është kthyer për ndonjë parregullsi apo të jetë hapur ndonjë konflikt gjyqësor. Ajo ka theksuar gjithashtu se do të vazhdojë të kontribuojë si këshilltare në funksion të vendimarrjeve të drejta për komunitetin. Këtë detyrë unë kam planuar duke votuar jo vetëm nga këshilltar socialist, pasi ishte propozimi i tyre, por unë jam votuar me votim të fshehtë nga të gjithë anëtarët e Këshillit Bashkiak, duke përfshirë edhe këshilltarët të opozitës. Për këtë arsye, siç ma besua të gjithë ju këtë detyrë, e kisha obligim të drejtohesha të gjithëve juve si këshilltarë, dhe jo vetëm atyre socialistë, që t'ju falenderoj të gjithëve përzemërsisht për çdo vendimarrje të drejtë që kemi marrë gjatë këtij mandati, të cilën e kanë shërbyer më së miri zhvillimit ekonomik e social të bashkisë tonë. Jam krenare që së bashku me ju, që të gjitha vendimet e marra janë miratuar nga prefekti i Qarkut dhe asnjë prej këtyre vendimarrjeve nuk është kthyer për ndonjë parregullsi apo të hapur ndonjë konflikt gjyqësor. Pasi Komisioni Mandateve u mblodh për të verifikuar kërkesën e këshilltarëve të Grupit Socialist, vijoi procesi votimit për kreun e ri të Këshillit Bashkiak, ku Melsi Bogdani u votua me shumicë kartonash, me vetëm një vot kundër. Në fjalën e tij, kryetari i ri Bogdani, pasi ka vlerësuar punën e ish-kryetares Çunaj, ka pohuar se Këshilli do të kalojë në një tjetër nivel. Do të falenderoj të gjithëve për mbështetjen, gjithë ata të Këshillit Bashkiak, edhe ata që më kanë përsëritur sot. Një falënderim të veçantë për ish-kryetaren për punën e Britanisë. Duhet të saktësoj që lidhja ime me ish-kryetaren është njësi jashtëzakonshme dhe nuk ka lidhje fare për pjesën e rizgjedhjes kryetarit të Këshillit. Ajo është pjesë e Partisë Socialiste, ashtu siç jemi dhe ne, nga Partia Socialiste. Kështu që falenderoj shumë për mbështetjen gjithë këshilltarëve që janë pranishëm. Ndërkohë, gjithë procesi u monitorua nga deputetët Ramion Kurti dhe Erio Mile.